Situata me qente Ndacak në rrugët e Gostivarit mbetet një sfidë e hapur për sigurinë publike. Kryetari i komunës Valbon Limani thotë se megjithse stacionet veterinare janë të angazhuara, kapaciteti një komune të vetme është i kufizuar përballë një numri që i kalon 200 qenë. Numri i qenëve Ndacak është diku mbi 200. Komuna e Gostivarit konfort të gjithë obligimeve ligjore të cilat i ka. Normal kemi të angazhuar stacion veterinar i cili kryem pjesën e punës së vet. Strehimorën të cilën e kemi pas për momentin punohet në të dhe për momentin për fat keq është jo funksionale, por nga ana tjetër kemi një projekt rajonal në kuadër të qendrës të rajonit të Pollogut, domethënë kemi më veç edhe vend se ku duhet të ndërtohet, por edhe projektin për këtë strehimore rajonale, e cila do të përfshijë të gjithë 9 komunat e rajonit të Pollogut. Ende nuk kemi arrit në finalizim të atij projekti diçka konkrete, por ne si Komuna e Gostivarit insistojmë që ky projekt të ecë, sepse qasja të bindur jemi se qasja veç e një komune për zgjedhjen e këtij problemi nuk është e mjaftueshme për ta evituar tërësisht. Një qasje rajonale apo shtetërore do të ishte zgjidhja e këtij problemi me të cilën ballafaqohen shumica e komunave në shtetin tonë. Përveç numrit të madh që mbetet edhe siguria fizike e banorëve, komandanti i policisë në Gostivar Adil Ademi bëri të ditur statistika alarmante të sulmeve, ndërsa ngre dyshime për bartjen e qenëve nga zonat e tjera. Në vitin 2024 është vërejtur një rritje prej 10 deri në 15% e sulmeve ndaj njerëzve që është bën nga ana e qenëve Ndacak. Ndërsa në vitin 2026 sërish kemi rritje prej 10%. Në vitin 2024 kemi patur sulme nga ana e qenëve Ndacak 72 raste të lajmëruara. Në vitin 2025 kemi një rritje të numrit, e cila vërtet na bëri që të brengosemi pak më tepër për këtë problematikë, e cila arriti numrin 100 raste, që regjistron një rritje prej 38%, kurse në vitin 2026, në 3 muajshin e parë të këtij viti, kemi deri tani të paraqitura vetëm 10 raste, të cilat janë njerëzit të kafshuar nga ana e qenëve. Kemi informata gjatë këtyre viteve sa kemi udhëhequr me stacionin policor të Gostivarit, ku e përmendet edhe ju kryetar që po na barten qenë nga një komunë tjetër. Nga ana jonë kemi marrë masat të cilat kemi takuar furgonat të lloj të ndryshëm që na kanë sjellë qenë, mos përmendin komuna me emër. Ndaj të njëjtëve janë marrë të gjitha masat që na përkasin në kornizat ligjore të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga sektori për veprimtari komunale theksojnë se po punohet në disa fronte, duke përfshirë vaksinimin dhe sterilizimin si masa emergjente. Ne si institucion, Komuna e Gostivarit ka marrë disa masa konkrete. Kontroll përmes sterilizimit të vaksinimit, krijimi ose përmirësimi i strehimorëve, rritja e bashkëpunimit ndër institucional, komunë, polici dhe veterinari, ndërgjegjësim i qytetarëve për trajtimin e përgjithshëm të kafshëve. Në anën tjetër, aktivistët për të drejtat e kafshëve bëjnë thirrje që zgjidhja të jetë humane dhe koordinuar mirë me shoqërinë civile. Mënyra si trajtojnë kafshët është, domethënë, tregon edhe nivelin e shoqërisë tonë. Mendoj se vërtet ka ardhur koha që si problem të trajtohet edhe të zgjidhet definitivisht. Ideja që të punohet në formë rajonale, domethënë që mos jetë vetëm komuna juve, është e përkryer. Vetëm desha të shpreh gatishmëri se ka shumë fonde, ka shumë mënyra që mund të sponsorohet ky si projekt, po duke u bashkuar të gjithë institucionet edhe ne si organizata jo qeveritare, edhe specialistë të kësaj fushë, besoj se do t'ja arrim më afër suksesit. Deri në realizimin e strehimores rajonale të Pollogut, Gostivari do të vazhdojë të përballet me këtë problematikë përmes masave lokale, ndërsa mbetet thirrje për kujdes të shtuar të qytetarëve në zonat të caktuara të qytetit.